Koncerti i parë i Frank Duprez në Shqipëri, 23 vjeçar me përvojë koncertesh nëpër botë, po luan një Fehimi Ibrahimi e kompozuar pranë ditëlindjes së pianistit gjerman. Është hera e parë që bie në kontakt me muzikën shqiptare. Pjesa e Ibrahimit është një muzikë klasike moderne, me disonancë. Unë bëra edhe pizzicaton, me harqet brenda pianos. Është shumë interesant fakti që tani që e prek dhe e ndjej Shqipërinë, mund ta luaj fare ndryshe muzikën e tij. Ai ka një teknikë të përsosur, ka një ekspresion të fuqishëm, edhe kjo ndihet, ka një sensibilitet mjaft të relaksuar në këto kontraste midis ekspresionit, midis fortes, midis pianos, dhe tjetra zbërthen mirë karakterin dhe stilistikën e çdo autori. Është edicioni i dytë i konkursit ndërkombëtar Pianodrom. Organizatorët e kanë vendosur që është në fillim si një lloj kushti që instrumentistët e huaj ta shkartisin repertorin botror me pjesë të kompozitorëve shqiptar. Ky festival, unë nuk kam një poster këtu, po ka një elik, ka një logo elik, e cila është një metaforë simbolike e prurjeve që vijnë nga trashëgimia botërore, por edhe prurjeve që do t'i japin trashëgimisë botërore nga muzika që zhvillohet sot në Shqipëri. Schubert, Beethoven, Schumann kisha zgjedhur një program totalisht gjerman dhe një pjesë nga Fehimi Ibrahimi, kompozitori shqiptar. Doja të sillja muzikën gjermane në Shqipëri, pranë kësaj pjese shqiptare të Ibrahimit, e cila gjithashtu është e kompozuar në Gjermani, shumë pranë vendlindjes sime. Also composed in Germany, very close to my hometown. Tonin Arapi do t'jetë në qendër të pianodromit të këtij viti si autori shqiptar që ka shkruar pjesët më të bukura për piano. Gjatë shtrirjes së festivalit, deri në mars të 2015-s, luhen në skenë rreth 40 vepra të autorëve të rinj shqiptar, nga artistë të huaj dhe vendas të shpërndarë nëpër botë. Mbyllet me spallën e Teatrit Nacional të Pragës, Bledar Zajmi, të shoqëruar nga Edrita Ibrahimi. Do të ketë pianistë që vinë nga Londra, nga Malezia, nga Austria. Kemi natë Giovanni koncertisti me një pianiste që ajo duhet këtë lindur në Itali, është një 16 vjeçare shumë e talentuar, Gaja Sokoli, bashkë me një 12 vjeçare të liceut artistik Iva Zyrbo. Ka pastaj net me kompozitor të rinj shqiptar, janë 3 net, dhe ka vetëm veprat kompozitorëve të rinj shqiptar 41 vepra. 90 minuta koncert ndiqet nga një publik i ri, sepse edhe instrumentistët në festival sjellin një tingull të shkollave të ndryshme pianistike, si në rastin e Duprez. Në çdo vend publiku është i ndryshëm. Publiku në Azi ndryshon shumë nga ai në Evropë apo Amerikë. Kjo ka rëndësi sepse kur luan, ti gjithnjë dëgjon dhe audiencën. Personalisht dëshiroj të luaj me audiencën, jo vetëm me pianon, sepse janë emocionet ato që unë i paraqes njerëzve, dhe shpresoj që publiku shqiptar t'i ketë marrë sot emocionet. Emotions.